Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ambasadori amerikan në Republikën e Maqedonisë së Veriut Angela Geller kërkon më shumë njerëz të bashkangjiten betejës për të luftuar korrupsionin. Sigurisht që shon njerëz në qeveri dhe gjyqësorë që janë vërtet përkushtuar ndaj kësaj dhe i përshëndes dhe i falenderoj sepse janë sinqerisht si zëra në shkret të tjerë. Shpresoj që më shumë njerëz të bashkangjiten e tyre, sepse është gjëja e dur për të bërë, apeloi ambasadori amerikane në Shkup. Angela Geller paralajmëroi se gjendja në sistemin gjyqësor është më e keqe se më parë, që qartë reflekton besimin e ulët të qytetarëve. Sipas ambasadorës, qytetarët nuk duan vetëm deklarata, por procese reale gjyqësore, të cilat do të mund të ndjekin dhe kuptojnë pa dallim nëse bëhet fjalë për raste penale apo korruptive. Digitalizimi si një nga shtyllat e zhvillimit të shëndetësisë ishte në thelb të takimit ndërmjet ministrit të shëndetësisë Maqedonisë së Veriut Azir Aliu me ministrin e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale të Shqipërisë Evi Sala. Gjatë takimit mbajtur në Tiranë, Aliu vlerësoi ndër të tjera nevojën për shkëmbimin e njohurive dhe përvojave ndërmjet personelit mjekësor të dy vendeve. Synimi mbetet përmirësimi i përgjithshëm i kujdesit shëndetësor. Endri Shabani betohej si avokati i popullit mes tensioneve dhe përplasjeve në Kuvendin e Shqipërisë. Në këtë seancë deputeti i opozitës Klevi Zballiu dhe deputetë të tjerë demokratë zunë vendet e ministrave në një kohë që kryetari i Kuvendit Niko Peleshi vjoi me rendin e ditës. Ai thiri Endri Shabanin të kryejë betimin pavarësisht thirrjeve të opozitës për ta larguar nga salla. Betohem se gjatë kryerjes detyrave të mia do të mbroj KBE liritë dhe të drejtat themelore të njerëzve pa dallim, në përputhje me Kushtetutën dhe me ligjet e Republikës së Shqipërisë. Zoti Shabani. Betohem. Suksese dhe punë të mbarë. Fillojmë me çështje sipas rendit të ditës. Shabani u betua si avokati i popullit ndërsa e largoi nga salla duke përshëndetur dhe opozitën. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Për turbin e madh të gjithë atyre që e sponsorizojnë atë lloj drejtësie, komentoi kryeministri Edi Rama gjyqin ndaj ish-presidentit Kosovës Hashim Thaçi në akt. Pak para takimit me ish-kreu në ÇK, Edi Rama vlerësoi se kjo është shkelje të gjitha normave të procesit të rregullt ligjor. Shkeljet e standardeve, shkeljet e të drejtave të njeriut, shkeljet e të gjitha normave të procesit të rregullt ligjor janë në fakt e vetmja normë që ka karakterizuar këtë fars. Kryeministri shpreson që vitin e ardhshëm të lirohen të gjithë ata që nuk bën asgjë më shumë përveç se mbrojtën lirinë dhe dinjitetin njerëzor. Unë dua shumë të besoj se në fund e drejta do të fitojë dhe këtu nuk ka dy apo tre të drejta, këtu ka vetëm një drejtë, që është drejta e bekuar përjetësisht me gjakun e heronjve, e martirëve. Ishte Edi Rama. Hapet për qarkullimin e këmbësorëve ura e re mbi lumin Ibër që lidh Mitrovicën e Jugut të banuar me shumicë shqiptare dhe atë të Veriut të banuar me shumicë serbe në Kosovë. Ura e re u përurua nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, ushtruesi detyrës së ministrit të infrastrukturës Hysén Dermishi dhe kreu i Mitrovicës së Jugut Faton Peci. Kurti tha se me hapjen e kësaj ure për këmbësor rritet qarkullimi dhe ka më shumë lëvizshmëri në Mitrovicë, në këtë qytet kaq të rëndësishëm për Republikën e Kosovës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.